A është një realitet, apo është një skenar që po e përjeton në kuriz Indri? Fjallën e kam për letrën që ai e hapi mbrëm dhe e lexoj për Vanesën, ku shpreh që nuk ka më ndjenja, nuk e ka të sigurt dhe nuk do që ky raport të vazhdoj jashtë. Sigurisht që i kemi parë, i kemi komentuar, askush nuk besonte në këtë raportin e tyre, jo për shkak të diferencës së madhe të moshës, por ishin dy tipologji që nuk përshtateshin, edhe pse me këmbgulje. Vanesa ishte ajo që thoshte do të bëhem bish, do ta nxjerr zhakun jashtë, ndërkohë që doli veti jashtë e zhaku vijon ende rrugtimin e saj në ferma VIP 3. Sigurisht që Rjeti ka kryqëzuar në një farë mënyre edhe Vanesën, duke i thënë që është kthyer karma kësaj vajze e cila por në këto program la të dashurin e huaj që kishte jashtë, edhe pse nuk ishte një marrëdhënie e shëndetshme sipas asaj që shpjegoi Vanesa, por sidoqoftë veprimet që ajo bëri që la dikë për dikë tjetër, e tani më Indri la Vanesën se shprehu një lloj simpatie në ajër për Klevizën, sigurisht që janë tema që janë diskutuar dhe janë vënë në një lloj peshore ku rëndon nga të dyja anët, janë ata që duar trokasin guximin e Indrit për të mos e vijuar këtë lloj fasade dhe për të mos e vijuar këtë skenar. Nga ana tjetër, disa e shikojnë si një lloj karme për Vanesën, por edhe mos prezencën e saj në ferma VIP 3 në spektaklin e së hënës si një lloj mesazhi, siç edhe ajo citoi në postimin e saj, që me femrën nuk mund të luash, edhe nuk e di se sa reale mund të jetë 100% ky lloj skenari që po diskutohet, që ka në pa për të vënë në qendër të vëmendjes Indrin, por nëse janë dy realitete, sigurisht që janë realitete të një përditshmërie që ne i shikojmë ka pëlqim për dikë, lë dikë tjetër, por që nuk i shikojmë në kamera dhe prandaj ka kaq shumë reagime, prandaj ka shumë trysni. Por unë le të themi e shikoj në të dyja anë. Sigurisht që Indri ka qenë indikuar nga trysnia e Vanesës, siç u shpreha që i rrinte në kokë, donte me do e mos raportin me të, edhe pse ai është shprehur që unë kamerak si shikohet jashtë, vi nga një tram, jo shumë e lehtë, ndarës nga ish-bashkëshortja ime, kam djalin, pra nuk ishte komod për të përjetuar diçka, edhe pse e kërkonte mi sistem Vanesa, për edhe ky vet kemi parë flirtet e këtij që bën edhe me Klevizën, pra edhe jaha edhe sema, si thot publiku, por sidoqoftë shumë mirë që foli, të mos e linte më për te fermës, se do t'ishte diçka që edhe nuk është se ka shumë kurishti të madhe, e dinin për mbajtjen e letrës. Sidoqoftë do të kaloj tek një temë tjetër, tek Moza, që fatkeqësisht është dënuar nga Agaj, ku po qëndron tek fakiri. Gjatë ditës së sotme ajo ka kërkuar pareshtur ushqim, po mungon ushqimi bazë për të, jo vetëm se është Moza dhe po mban gjatë fermën, por është në një program që ka një kontratë, duhet të trajtohet si njeri, e sigurisht thirrjet e saj her pas here që më jepni pjatë gjellë, çfarë do ha unë, çfarë do konsumoj, do gatojmë vetëm thjerza, pas që kishin ndezur atë sobën me dru, tani në 40 gradë, imagjinon në çfarë kushte, por sidoqoftë edhe tek fakiri gjatë ditës së sotme Moza ka dhënë informacione siç ishte një lloj ngacmimi që u shpreh ajo me zhakun, të dyja të dënuara tek fakiri, se ka dëshirë për të qenë komshi me një figurë të njohur. Zhaku e ngacmoi, tha do t'jesh komshi në Surrel, aty ku jeton kryeministri Edi Rama, por Moza tha jo, në mënyrë kategorike jo, nuk dua të bëhem unë probleme me NATO-n, edhe ato dozën e saj të humorit dhe të performancës, si tha, por që sipas Mozës ka në plan që të shkojë me banesë afër ish-bashkëshortit të saj plastarit. Shikojmë se çfarë do të ndodhë, por sigurisht Moza din të dhuroj show, edhe pse nuk më pëlqeu, siç e përmenda brëm dhe në një reagim në rrjetet sociale, i gjithë vreri që hodhi Iliri, i gjithë baltosja me fjalë shumë ordinere, shumë rrugace dhe shumë fyese për një grua si Moza, ajo e ka përdin dhe e shikon si një element të lojës së saj, ose ndoshta është një lloj loje brenda lojës që bën Moza për të nxjerrë Ilirin në këto ujëra që del në këtë lloj drejtxheje, edhe pse më pas thot, jo, ne të dy kuptohemi, kemi një lloj kimie, pra e mbështet, por e shikon dhe e rrotullon sipas interesave të saj, se Moza nuk është jo e zgjuar që të mos kuptoj se çfarë ndodh jashtë me reagime të forta siç i kishte Iliri
Karshi saj, i cili po qëndron në ato zonën e tij të dënimit, edhe pse nëse do t'ishe një fermer tjetër, sigurisht që ti t'ishte përjashtuar nga ferma me kërcënimet, me baltosjen, me dhe gjithçka që ka bërë gjatë fundjavës ndaj Mozës edhe ndaj Zhakut. Sigurisht që një situatë e re që po komentohet në rrjet ka të bëjë me dy personazhe që nuk të shkon mendja që mund të ketë diçka midis tyre. Fjalën e kam për Sonin dhe për Ilirin, që sipas asaj që po edhe komentohet mund të ketë një lloj flirti, por që produksioni po e mban larg për shkak të statusit martesor që është Iliri, po edhe për shkak të situatës që mund të jetë Soni jashtë fermës. Por sidoqoftë kjo gjë nuk ka kaluar pa vërejtur nga publiku, se nuk flasin kot, nuk shkruajnë, edhe pse duhet të ketë një lloj ndalese apo dhe një lloj stopi që të mos shikohet gjithçka si një lloj flirti, se jo çdo afrim apo çdo kërcim apo çdo ledhatim mund të përkthehet në një flirt, por sidoqoftë komentet janë të tilla dhe unë do t'i kem më shumë në syrin tim për t'i parë, edhe pse kam dëgjuar që ndoshta produksioni nuk doj që të krijojë diçka e tillë pasi ju prish punë të dyve, por sidoqoftë nëse do të marrim atë që edhe publiku komenton se kush do të shkojë në finalen e madhe të 15 qershor, siç e tregova pak ditë më herët që do të jetë finalja e madhe me 15 qershor, ku finalistën dhe fituesen absolute publiku e ka zgjedhur Mimoza Ahmetin, por me të do të shkojnë edhe 4 fermerë të tjerë në finalen e madhe. Në atë që kemi parë dhe në atë që është e kuptueshme, pjesë e finalit do të jetë Iliri, Bujaka në mënyrë të padiskutueshme, Sara, dhe jam midis dy personazheve, midis Sonit dhe Visit. Edhe nëse do të marr komentet në rrjet janë për Visin, por duke parë edhe një lloj le të themi mbështetje që i jep produksioni Sonit, por edhe duke parë që ajo është një artiste me vite në skenë, do t'ishe si një lloj njolle për të mos shkojë në finalen e madhe që aq shumë po lufton, edhe pse vetë nuk është se ka dhënë ndonjë material të jashtëzakonshëm apo që të jetë përfshirë për ta bërë tërheqës publikun ndaj personazhit të saj, por sidoqoftë do doja të dija dhe komentin tuaj për gjitha situatat që nga letra i Indrit, që nga dënimi që u bë Mozës, Zhakut dhe Ilirit, nëse do të ishte një fermer tjetër pa diskutim do të ishte përjashtuar, siç u përjashtuar Malbora, që ende nuk e dim shkakun e plot edhe të saktë sepse Agao e përjashtoi nga ferma, edhe kush do të jenë sipas jush edhe 4 finalistët e tjerë që do t'i bashkohen Mozës në finalen e madhe të 15 qershorit, duke mos harruar edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.